Pavarësisht polemikave të brendshme, mbështetja e qytetarëve për anëtarësimin në PE është ndër më të lartë në rajon, duke e bërë këtë proces një orientim të pandryshueshëm të politikës së jashtme shqiptare. Reagimi shoqëror dhe klima e përgjithshme politike. Klima politike në Shqipëri gjatë nëntorit të 2025-s është ndikuar fuqishëm nga perceptimet e qytetarëve për funksionimin e institucioneve, gjendjen ekonomike dhe perspektivën e vendit. Shoqëria shqiptare paraqet një mosdrimesh ku bashkëjetojnë pakënaqësia, apatia, por dhe shpresa për ndryshim. Një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve shfaqi mosbesim të theksuar ndaj politikës dhe klasës së drejtuese. Sondazhet e periudhës tregojnë se besimi ndaj institucioneve mbetet i ulët, sidomos ndaj sistemit të drejtësisë dhe partive politike. Kjo klimë mosbesimi ka krijuar një distancim të dukshëm të publikut nga zhvillimet politike, duke rritur indiferencën ndaj debateve dhe tensioneve brenda institucioneve. Megjithatë, segmentet më të angazhuar të shoqërisë, studentët, të rinjt urban, organizatat jo qeveritare dhe grupet e aktivizmit social kanë treguar një dinamizëm të ri. Ata kanë ngritur zërin për çështje të rëndësishme si mjedisi, urbanizimi agresiv, liria e shpresë dhe përdorimi i teknologjisë në mënyrë transparente. Lëvizja qytetare bëhet gjithnjë më e pranishme në debat, duke sjellë një frymë më të pavarur nga partitë politike tradicionale. Në anën tjetër, kriza sociale dhe ekonomike, çmimet e larta, pagat ende të ulta dhe mungesa e besimit te shërbimet publike kanë bërë publikun më kritik ndaj qeverisë, ju ka rritur presionin publik dhe ka forcuar thirrjet për llogaridhënie. Atmosfera politike e nëntorit 2025 mund të shkruhet si e tensionuar, polarizuar, por njëkohësisht në lëvizje. Vendi ndodhet mes dy realiteteve paralele, stabiliteti institucional nga njëra anë